Hungaria prezantoi një paketë ulje shtatimore për bizneset e vogla me vlerë deri në $272 milion. Kjo paketë do të financohet me një rritje të taksës mbi bankat para zgjedhjeve kombëtare të vitit të ardhshëm, deklaroi kryeministri Viktor Orban. Teksa përballet me vitin e tretë të stagnacionit, qeveria e Orban ka shpallur ulje të mëdha tatimore për familjet, rritje pagash, kupona ushqimor për pensionistët dhe masa të tjera për të forcuar mbështetjen. Javën e kaluar kabineti i tij rriti objektivat për deficitin buxhetor në 5% për këtë vit dhe vitin e ardhshëm, duke dyfishuar taksën mbi bankat në $1.1 miliard, ndërsa shpenzimet më të larta para zgjedhjeve rrëzuan planet për uljen e deficitit. Duhet të gjejmë një ekuilibër të arsyeshëm, deklaroi Orban. Për ne punësimi është i rëndësishëm dhe vendet e punës gjenden kryesisht në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve, prandaj ato kanë prioritet. Kryeministri hungarez theksoi se masa do të përfshin shtyrjen për 6 muaj të rritjes së taksës së akcizës mbi karburantin me një kosto prej $60 milion. Po ashtu paketa përmban dhënien e përfitimeve tatimore për kompanitë e energjisë me objektiv modernizimin e infrastrukturës dhe uljen e tatimeve për bizneset e vogla. Ndër të tjera, qeveria do të përfshijë 5.000 biznese të tjera në taksën për bizneset e vogla dhe do të rrisë kufitë e saj në sektorin e shitjes me pakicë, pa ndryshuar normat e tatimit, duke prekur 3.500 biznese, tha Orban.